Atëherë përshëndetje, mirë se erdhët nderuar këshilltar. Zhvillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak. Mbledhjen e zhvillojmë në sallën e madhe për arsye të uljes kushteve për shkak të koronavirusit. Mbledhja është e mbyllur, pavarësisht se ne do të trajtojmë edhe ankesat e qytetarëve duke i thirrur një nga një. Nuk e bëm në sallën lart sepse jemi munduar gjithmonë ta realizojmë brenda kushteve dhe rregullave të përcaktuara nga Ministria e Shtetësisë, po ka qenë pothuajse e pamundur për ta realizuar. Atëherë, rendi i ditës më është bërë i njohur para 5 ditësh. Në rendin e ditës mendoj të shtojmë edhe kalimin e ndihmës ekonomike, për arsye se gjatë muajit gusht shumë nga këshilltarë dhe të tjerë do marrin lejen dhe nuk do kemi mundësinë ndoshta të bëjmë mbledhje tjetër për muajin gusht. Kush është dakord me rendin e ditës? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Atëherë thash do miratojmë, si për herë, pika e parë e ditës është ndihma ekonomike, do miratojmë në parim. Kush është dakord me miratimin e ndihmës ekonomike për muajin qershor? Korrik. Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Vazhdojmë me pikën e dytë të rendit ditës. Projekt vendimi i kryetarit të bashkisë për një ndryshim në vendimin nr. 39/10/4/2020 për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit bugjetor afatmesëm 2021-2023. Lutem drejtoresha e Financës, nëse ka të sqarojë diçka, sepse kemi miratuar një herë, po ka një ndryshim. Përshëndetje, tani në kuadër të pandemisë, buxheti grandi është ul në masën 16 milion lek. Fillimisht, kur kam hartu tavanet buxhetore që i kam sjellë në këshill në janar të këtij viti, ka qenë 16 milion lek më lart. Tani në korrik ka dalë një udhëzim tjetër që ka ul grandin dhe jam detyruar me bën rishikim të tavaneve. Kjo është pjesa. Faleminderit. Kush ka pyetje? Po? Maria Nikolli. Atëherë përshëndetje të gjithëve, të nderuar kolegë këshilltar, i nderuar kryetari i Këshillit Bashkiak. Spari, meqenëse se jemi në periudhë pandemie, meqenëse se ne nuk kemi pas mundësi dhe të kontaktojmë, ju urojmë shërim sa më të shpejt kryetarit bashkisë, zotit Nerezdeta dhe gjithë atyre që janë prek nga virusi COVID-19. Tani unë këtë programin bugjetor afatmesëm e kam pa. Diçka më ka bë përshtypje, zonja Flora. Këtu keni disa nën funksione që janë absolutisht brenda kompetencave që ka Këshilli i Bashkisë. Përveç se të tjerave që vinë nga grandet, arsimi mesim, përgjithshëm arsim që i keni fikse, nuk se ka në ndryshim, ju keni 0-0, smundje dhe paaftësi, kujdesi social 0-0, të moshurit 0-0, sigurimi shoqëror 0-0, ndërkohë që mu më duket që këto ndoshta janë problemet më të mëdha që mund të ketë bashkia për një buxhet afatmesëm, flas 3 vjeçar. E nuk e di, ndoshta duke meqenëse se kemi përpara dhe atë planin tjetër, programin kopjen e programit afatmesëm 3 vjeçar, nuk e di nëse domethënë mund të bëhet një krahasim i tillë. Kanë qenë 0-0, unë më duket se 0-0 kanë qenë. Dhe cila është arsyeja? Ekziston ndonjë mundësi që të paktën për nën funksionet 24, 25, kujdesi social për personat e smur dhe paaftësi të kufizuar, sepse shpesh herë bashkia i merr në konsiderat. Ka
kërkesa që vinë nga këto kategori dhe shpeshherë për arsyet nevojave që ato kanë, shpeshherë ajo bashkia, këshilli bashkiak, miraton projekt vendimi që i ndihmon me një sasi të caktuar vlere, në një sasi të caktuar leku. Këtë desha me ditë Flora dhe ndryshimin unë e kam pa, rritjet në fakt janë të vogla fare, nuk ose ka në rritje të madhe tek disa nën funksione, ndërsa këto janë 0-0 arsyeja. Në këto tabela janë programet buxhetore që përfshin të gjitha institucioneve, përveç pushtetit lokal, edhe institucione qendrore, nacionale, gjitha që do të thotë spital, arsim, gjitha. Dhe nuk është e thënë që gjitha programet të preken nga bashkia. Për sa i përket kujdesit social, trajtohet pa aftësia dhe përsa thu që disa herë na vijnë kërkesa, normalisht fondi rezervë me kërkesa do të shpërndahet Ms. Maria dhe nuk janë programe që duhet me patjetër të preken nga bashkia. Sigurimi shoqëror është për sigurimin shoqëror, kujdesi social janë qendrat shëndetësore, janë kode programesh për gjithë institucionet. Po. Ka, domethënë, janë fikse 3 kategori, me sa shoh unë, megjithëse këtu ai që ke vështirë me i pa. Pagesa, sigurimi shoqërore dhe këto 3 kategori keni përfshike ndryshimet, këta vanet që na keni sjellë në Këshillin e Bashkisë. Nuk është se keni sjellë në gjë tjetër, në ndryshim tjetër. Mirë, faleminderit Flora, jam e qartë. Po, faleminderit. Faleminderit. Do fjalën Marko. Më falni se nuk duken mirë se salla s'ka ndryqim. Këshilltarët të afrohen ma përpara. Përshëndetje gjithëve. Unë kam vetëm një pyetje për Florën. Me që ashtu 15%, zërat kryesor, fondi pagave, ku do ulën zërat kryesor që do prekin apo në total? Kjo lëvizje, thonë, kash. I që këshari ma të holësishëm, pak ma analitik. Falenderoj. Ashtu 16 milion lek, jo 15%, dhe kemi ullë investimet. Kështë do fjallin tjetër? Do në fjallin dhe një këshilltar. Ta hedhim votim. Kush është dakord me projekt vendimin numër 70? Lutem këshilltarët shprehuni me vot. Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Vazhdojmë me ikën e 3 të rendit ditës. Projekt vendimi i Kryetarit të Bashkisë për përdorim fond rezervë. Kemi projekt vendimi numër 71 për përdorim fond rezervë për dhënien ndihmë financiare, bonus qiraje si më poshtë. Tja bonus qiraje zënjës Mrika Leti në shumë 10.000 lekë për një periudhë një vjeçare, çdo muaj kuptohet. Tja bonus qiraje zënjës Zotit Emilian Lama, banos njësin administrativ Rëshën në shumën për 3.500 lekë për periudhën një vjeçare. Kuptohet, bonusi i Zotit Lamaj i kalon qëra dhënësit Gjevalin për Muqa. Të dyja janë në një projekt vendim. Janë bonus qëraje të dyja. Jo, pika 2 Zotit Lamaj. Ka kush në problem? Kush është dakord? Bonus qiraje pra për banesat dëmtuara. Për banesat të dëmtuara. Po, fufi. Jo.
Këto janë 2 familje në nevojë, kanë pas kontratën 1 vjeçare, ka përfundu tani në korrik kontrata dhe u pa arsyeshme që të bëhet edhe të rilidhet edhe për 1 vit. Janë 2 familje me kushte shumë të vështira jetese. Është një rom edhe një gru e divorcume, duke ta I ka vdek burri, nuk e maj men mirë. Po, aq është lidh kontrata me aty ku e kanë banesën, kaq ka lidh Qiradhanci. Kaq I merr ai muçi aty Gabelit, më fali për shprehjen se mase u shpreha gabim, por edhe kaq I merr asaj tjetrës Qiradhanci. Qiramarsi, jo Qiradhanci, se u shpreha gabim. Jo, Qiramar. A mundem unë të... Po nuk është, zote Dona, nuk është shumë e rëndësishme, kjo e rëndësishme është dhënia e ndihmës, sepse ato janë procedura ligjore që janë detyruar administrata ti ndoshta nga diferenca, po taku është aktë marrëveshja kontratë. Jo, po... A mundem unë ta bëj një, me qenë se unë më ka rastis të njifem me këtë personin. Lora, ju lutem, e ka marrë fjallën... Të lutem, do të bëj një sqarim unë. Sigurisht, gjithë mund të bëjmë nga një shpjegim të kësaj natyre, sepse janë banor të Rëshenit, edhe pjesën ndërmuese ne I njohim. Më ka rastësisht me këtë Mrika Letin, është një grua e divorcume, I ka vdekë shoqi, po ka qenë e divorcume, është me 2 fëmijë, 4 fëmijë, 2 goca, 2 çuna, por ajo jeton e vetme, është e pastre, sigurisht nuk përfiton statusin e të pastreve, sepse ne kemi plot familje edhe në Rëshen, po edhe në zonat përreth që nuk e përfitojnë statusin e të pastreve, se ka ata fatin korrik në Alpenjishi, apo gusht në Alpenjishi, diçka e tillë. Por unë them bëhet shumë mirë, absolutisht që ndihmohet kjo kategori. Unë kam ndërhyrë dhe ke zyra e përkrajjes sociale, sepse më rastisi që qau hall, domethënë tha që unë jam në kushte jashtëzakonisht vështira dhe mund t'i kem, I kam ose si kam 2 bukë miell në shtëpi mrena, dhe I kam thënë atyne nëse është mundësia që një thes miell, sa është në ato kushte, do në kushtet vështira. Jeton me qera, tani unë them diferencat janë të tilla, sepse shtëpia e Gjualin Muqës me shtëpinë e kësaj ku jeton kjo është 2 dhoma kuzhinë, është një shtëpi pallat, ndërsa ky e Gjualinit duket është një çik më amortizuar dhe pranë qerat janë të ndryshme, njëra një çik më e madhe, tjetra më e vogël. Kjo varet nga kontrata që ka lidh me pronarin e banesës. Por unë them diçka tjetër. Nëse nga bashkia, sepse rastet kësaj natyre po vinë vazhdimisht, njerëzit kanë shumë nevoja, kanë nevojë për banesa me qera, kanë nevojë për mbështetje ekonomike, kanë nevojë për paketa ushqimore, për gjithë shka kanë nevojë, janë dhe pa punë, pandemia ka bërë dhe punën e vetë, por unë do të thosha nëse nga bashkia, nga administrata bashkisë, sektori përkatës, mund të bëhet në studim për këtë kategori të pastreve, sepse këto do vinë vazhdimisht do kërkojnë mbështetje financiare. A do të zgjidhet ndonjëherë problemi I Mrika Letit, apo do jetë vazhdimisht objekt diskutimi në Këshillin e Bashkisë, do ketë vazhdimisht kërkesë, do t'i drejtohet Këshillit Bashkisë, sepse o do t'i drejtohet këtu, ose ajo që do bëj do rri për jashta. Kështu që ajo vazhdimisht do të drejtohet për një banesë, për shkak se nuk ka përfiton as statusin e pastreve. Bile I çik debatova me te, sepse tha ka shteti detyrim, realisht shteti ka detyrime, por në momentin I thash që ti ke ardhur vetë me dëshirë nga Repsi, ke ardhur e stabilizo këtu, ndërkohë që ti s'përfiton me ligj statusin e të pastreve, çfarë do të bëj shteti? Sigurisht shteti do të ofrojë mbështetjen, se është I detyruar, sigurisht sektori I përkrajjes sociale, është I detyruar t'ia ofrojë mbështetjen, por vazhdimisht këtë mbështetje ajo do ta kërkojë ndër vite, derisa një moment ndoshta administrata bashkisë, bashkia vetë mund të bëjë zgjidhje provizore, zgjidhje të përhershme që të gjejë në stre për t'i strehu këtë kategori njerëzish. Nuk janë vetëm këto 2. Unë njoh pafund edhe në Rëshen. Edhe në periferi, lart ke SMT-ja, edhe këtu ke Urafanit. Faleminderit.
Atëherë për sa i përket bonus qeras, Nena është akordu një fond prej 2 milion lekë të reja nga qeveria, por pavarësisht thirrjeve që kemi bën, nuk arrin të plotësojnë dokumentacionin këto persona, sepse problem kryesor është kontrata me qeramarsin, po. Sepse nuk lidhet, sa është pjesa e pagesës së 15%, nuk ja u japin kontratat, nuk i notarizojnë, pra fondi është. Jo se ka mungesë fondi, që do të thotë mbi 2 milion lekë të reja. Po, faleminderit. Atëherë kush është dakord me projekt vendimi numër 71? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Vazhdim me projekt vendimi numër 72. Ka një muaj që ju kemi dërguar rregulloren për paraqitjen dhe shqyrtimin e ankesave, vërejtjeve, kërkesave, peticioneve, iniciativeve qytetare. Kush ka diçka, nuk e kemi fotokopjuar, u kemi dërguar nëpërmjet emailit, gjithëve, pse është 78 faqe. Ka kush ne, nëse e ka lexu? Mikrofonin. Me gjithmonë me shqetësimin me dëshirën e mirë për të bërë gjonat siç duhet. Unë atë rregulloren e kam lexu, realisht është një rregullore shumë e mirë, është shumë voluminoze. Sigurisht ka nevojë, siç kemi siç kemi krahasit ato rregullore të tjera, ndoshta sot e kalojmë parim, pa ajo rregullore ka nevojë sepse ka nene që përsërisin njëna tjetrën. E domosdoshme për Këshillin e Bashkisë. Janë ankesa, kërkesa që shqyrtohen edhe nga këshilltarët vetë, por edhe nga komuniteti. Unë në thelb ajo është një rregullore shumë e mirë, por unë them sot ta miratojmë. Nëse komisioni rregullores ka sistemu 3-4 ndryshime, nuk e di sa i keni diskutuar ndryshimet ju, unë them që ajo do ndryshime dhe do një dorë për ta punuar mirë. Do redaktim, por edhe faleminderit. Tani e falenderoj edhe këshilltaren Marje Nikolli për sa i përket sugjerimeve që dha, por ne kemi diskutuar edhe në komisionin e rregullores dhe vërtet është pak voluminoze, por po ta shikosh është në detaje dhe në pamjen e përgjithshme pse ka volum është në të mirën tonë për çdo problematikë që ne në Alin që të diskutojmë një diçka është në të mirën tonë. Prandaj i ftoj gjithë këshilltarët ta miratojmë sepse është në të mirën e qytetarëve, të nismave, të ardhmës dhe demokracisë që do të funksionojë më së miri. Faleminderit. Faleminderit. Do kush fjalën? Ta hedhim votin. Kush është dakord? Të miratojmë. Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Kalim pak më mrapat kryetarëve të fshatrave, në qenë se kemi edhe ankesa. Kalim ke projekt vendimi kryetarit të Bashkisë për disa ndryshime në vendimin 83 2017-ës. Për disa ndryshime në vendimin nr. 83 datë 29/2017 për dhënien përdorim me kontratë qeraje prej 0,7 km/h në vendin e quajtur ekonomia pujore kullosore Ulës, pjesë e fondit pujore kullosor të Bashkisë Mirdit për një afat një vjeçar subjektit Nikolli Energji SHPK. Është miratuar në 2017-ën, ka një ndryshim për sa diun për afatin, është drejtori i bujqësisë. Fond kryor. Kush po, mikrofonin?
Faleminderit. Kjo është miratue para 2 vitesh, por kur është bërë inventarizimi që ne ka dërguar Ministria e Mjedisit e pyeve ne si bashki, ato s'kan pasardh realisht atëherë që ne, dhe ne u drejtuam pastaj zyrës Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe kësaj të hipotekave, këta na kanë sjellë sa fond pyjor, ajo pjesë që ka pas ngel, edhe duke marrë atë që është fond pyjor, kemi bërë raportin teknik e kemi sjellë tek ju. S'ka në Po, faleminderit. Çfarë tjetër? Nga këshilltar, Maria Nikolli. S'ka gjë, punë jemi. Unë e kam pa materialin. Materiali është shumë teknik, gjë e cila në fakt krijon vështirësi që këshilltar, ne si këshilltar ta kuptojmë me këto parcelat për 5B, PSA etj me radhë. Unë sigurisht nuk jam ma për të ndërtuar hidrocentrale në territorin e Mirditës, po tjetë për të marrë mendimin mu. Por, edhe pse është sjellë si projekt vendim, nga përgjegjësia e sektorit pyjor, më duket se është Arta Vuka, duhet ishin sjellë shpjegimet përkatëse për Këshillin e Bashkisë, jo raport teknik. Edhe raporti teknik, sepse këtë e keni për detyrë se do ta kaloni në qark, dhe nëse nuk do të keni gjithë to referenca ligjore, do t'ja miratoj qarku, edhe gabime tjera të natyrave tjera, por më ban përshtypje ke raporti teknik një përpjekje e papame për ta kthyer këtë sasi të tokës nga Ulza në Mirdite, nga Mirdita në Ulz, diçka e tillë, është një kështu që faktikisht unë do doja nga përgjegjësia e sektorit pyjor nëse është këtu, të bëj shpjegime më detajume për Këshillin e Bashkisë. Si, ku është ky territor, në cilat midis kuj fshatrave do të ndërtohet ky hidrocentral. Jo, kam marru. Nëse kam marru, pse sillet atëherë? Jo, tham, falni. Jo, ai bëhet fjalë për... Maria, më falë të sërë, pra tek pika 2 e projekt vendimit ke afati i dhënies në përdorim ishte 1 vit, dhe është bëhet 2 deri në 5 vjet. Dhe ka ndryshuar dhe vlera qeras. I kam pa. 1250 lekë. Është miratuar si hidrocentral? Është i 8 ose i 9 hidrocentral që nga 67 e Mërkurthit që bate furnizimin e magazinave të rezervave të shtetit atëherë, që ka i 9 hidrocentral. Më vjen jashtëzakonisht keq sepse edhe pse është sjellë si projekt vendim, shpjegimet përkatëse për Këshillin e Bashkisë duhet ishin. Jo, shpjegimet Maria jepen në raportin teknik. Raporti teknik është Jo, jam dakord, raporti teknik tjetër siç bin buxhetin të detajuar të kuptueshëm për Këshillin, kështu duhet sjell edhe sepse unë faktikisht Po s'ka mënyrë tjetër përveç se me ngastra. Po, jo, ka mënyrë tjetër, ka me ngastra midis cilave fshatra unë nuk e di, faktikisht nuk e, se kam ditë një gjë tillë, në cilat fshatra, midis cilave fshatra ndodhet, a prek a cënon interesat e banorëve aty, është marrë mendimi ty, që ka realizuar gjithçka, kështu që unë duket se po diskutoj kot. Kështu që unë, me qenë se kërkohet edhe votim për këtë raport, unë kam pa diçka lidhur me dëmin që i bëhet kësaj sipërfaqe, dhe unë shoh se nuk është sa është ndonjë dëm i madh, se ka trungishte, cungishte, kullot, edhe tokë me bimësi pyjore djerë. Megjithatë, për hir të kësaj, unë absolutisht nuk e votoj, unë do të abstenoj si projekt vendim, dhe unë do t'i them edhe këtyre të pyjores, të bëj një çik më kujdes, sepse na në fakt jemi këtu për t'i populluar zonat, për t'i kriju kushte e mundësi njerëzve që t'jetojnë në ato zona me atë ujë, sepse po të shohim, edhe pse lidhen kontrata me këto që ndërtojnë hidrocentrale me pronarët, po them unë, biznesi që ndërton, sa ato e kanë biznes, është një energji e cila merret me një kosto shumë të ulët, merret këtu ke ne, dëmtohet, sigurisht hidrocentralet kanë pasoja të rënda për mjedisin, kanë pasoja të rënda ekologjike, kanë pasoja të rënda klimaterike, kanë dobësojnë ulin sasinë e oksigjenit
në ajër e tjera me radhë, pasoja shumë të rënda, dhe në fakt të vjen keq 8 hidrocentrale në 867 km2. Faleminderit. Kjo është një projekti që ta kenë parasysh sektor të përkatës, të bëjnë shpjegimet. Po, ka kush? Ta hedhin votin. Po, urdo. Faleminderit. Falenderoj edhe parafolsën për problemin që ngriti, por unë kërkoj Këshillit, edhe unë do abstenoj nëse do hidhet direkt, po unë kërkoj Këshillit që të kërkojmë na japi sqarimin përkatës Pioria. Persona që mbulojnë Piorën, kjo zoja Arta që mbulon të. Konkretisht ku, si dhe çfarë. Se ne këtë hava negull nuk mund, ason s'mund ta votoj dot. Flas për vete, po ftoj edhe këshilltarët, që për gjithçka na japin sqarime të detajuara dhe analitike, jo në mënyrë globale, një shkresë, koka një shkresë që e dërgon për një dikaster përkatës. Faleminderit. Po, është zonja Vuka këto? Zoti drejtor, çfarë fshatra është përfshirë? Po, sillen dy ndryshime normal. Në zoni këto tash. Për hecet se u tha Pioria dini zon, Pioria s'bana zon. Hecet lehet merren në ministri. Të gjithë dokumentacioni e bëhet atje. Kurse Pioria se u tha kanë më kujdes, ata kanë shumë kujdes sepse ata që përcaktohet në ato që është mërtu në ministri, atë raport teknik bëjmë. Ka sa që ishte, ka që dhe po them të shkurë të shion, e pisha sa mund t'jem pra. Ne s'bëjmë asgjë më tepër se na kërkohet dhe ne kemi vetëm anën teknike, ndërsa anën tjera, mjedisore, tjera i kanë institucionet tjera, duke filluar që nga Drejtoria Rajonale e Mjedisit në Lezhë e në qeveri, ministri. Pra ne asnjëherë nuk merrna me dhënien e leve, vetëm mos na miratuat në ministri, ata bjen për me ndëtur një hec, me dhe në mëshira atë pjesë toke. Ne bëjmë një raport teknik, atë e kemi bon, jo shpjegova edhe arsyën, e kemi marrë edhe ke hipoteka që është fond pyjor, e kemi sjell aty. Aty është në dorën tuaj, si kur ta shikoni ju. Ju falim njerëz. Me avash, me radhë. Po. Jo me mikrofon, sepse jemi në regjistrim. Me mikrofon. Nikola SHPK. Nuk e di çfarë kontrate keni, çfarë detyrime shtërsjellta ka ajo, se ka edhe për çështjen e ujit, sa ujë duhet lej për bimësin aty për rreth që nuk e lejnë asnjëherë, vetëm se atëherë, unë të bëj një pyetje ty, se ti duhet ta dish. 2 deri në 5 vjet çfarë do të thotë kjo kontratë? Ti do t'ja prishesh godinën e hecit atij masi të marrë 5 vjeçin? Njëna është 900 e sa mi, tjetra 1 milion e sa, isha për në vit. A imagjino? Në vit. Edhe s'ka asnjë detyrim tjetër ajo ai hidrocentral. Ku janë? Po 2 tarifa pra keni ke raporti teknik, keni 900 e sa mi e 1 milion e sa, s'keni gjë tjetër. E kontrata tjera s'keni me to. Ama se në territor tanë drejtorisë energjetike ja blokon dhe në territorin tanë se në fundit e vun territori aty, e vun fshati aty, nuk e vujnë ato atje në Tiranë. Hidrocentrale janë bo pa fund. Nga hidrocentralet jemi të vujt kështu. Pa fund, që nështë as janë as nevojat. Paktën për mirë ditën besoj nuk ka ma nevoja për hidrocentrale. Duhet me i thanë që në të mbledhi, duhet me i thanë stop hidrocentrale, projekteve për hidrocentrale. Nuk e di, hajtë faleminderit. Zoti Tanosh. Vaje mikrofonin pak më larg. Zoti Tanosh, a mundet të bëhet miratimi lejes pa u dhënë vendimi i Këshillit? Në cilin ligj është?
cili ligje përmban që pa një vendim këshillit jepen lejet apo Zoti- bën gjithë. Zoti Marko, Po. unë ju thash, këtu nuk kemi miratim heci të ri. Kemi një ndryshim në vendimin numër 83 datë 20/9/2017. Dhe ja u sqarova ndryshimi kush është. Ka qenë dhënë me qera për një vit, bëhet për 2 vjet e gjysmë. Ka qenë dhënë me në kontrat vlera për vitin e parë 94.250 lek, tani bëhet 113.450 lek. Ky është ndryshimi. Ne s'po japim hidrocentralë sot. Po bëjmë vetëm këtë korrigjim. Ndërtesa është e bëme? Po ka 2 vjetë. Po shpjegoni për aty, kjo ndërtesë është e bëme, sepse mënyra e shpjegimit mu nuk m'la, ndoshta jam i gabuar unë, ka shmarrveshton. Po besoj se edhe kolegët e mi nuk e kuptuan se aty është një objekt i ndërtuar dhe po merret qiraja që ndron çdo vit sipas vendimit VKM-s numër kaq, datë kaq e tjera. Ka shumë për seroni. Po unë ta ju Mu nuk më duket sërimi i drejti. Pari ky i dyti jam dakord. Okej. Faleminderit. Edhe një herë për këshilltarët, që të mos keq kuptohemi. Nuk miratojmë hec të ri. Dhe kemi 1 vit, 2 vjet që s'kemi miratu asnjë hec. Kemi miratu të fundit Munellën. Që kanë qenë dakord të gjithë. Tani, këtu bëhet vetëm një korrigjim në interes të bashkisë. Objekti është në punë e sipër, ka 3 vjet që vazhdon punën. Këtu bëhet një korrigjim sepse është bërë gabimisht, ja u sqaroi drejtori i bujqësisë. Është bërë afati i kryes dhënjes me qira, që ne nga 1 vit e shem 2 vite gjysmë në interes të bashkisë dhe në zbatim të ligjit, dhe masën e vlerën e qiras, ndryshon vlera e qiras nga 94.000 në 113.000 sa. Këtë miratojmë sot. Vetëm për unë prandaj thash edhe drejtorit se duhesh sqaroj që në fillim. Po. Jo. Asgjë s'bate. Faleminderit. Po, urdhë merre mikrofonin. S'ka nevojë. Mendoj se çdo rast duhet që të jetë specialisti që ta shpjegojë. Këtu në projektin e vendimit që është na paraqitet ne, thuhet qartë në fakt që nuk është gjetë një sipërfaqe kadastrale, nuk është gjetë numri i parcelës, nuk është ditë, dhe tash e kanë gjetë dhe e kanë shumë. Po duhet jetë njeriu që na i shpjegojë më burrë se na tash ngerin duke i dorën me fjalë pa badi hava, a kupton? Nuk ka ndonjë kat kjo shumë mirë i bëhet bashkisë, merr një taks pak më të madhe për atë pjesa, po të na shpjegojë dikush që mos hym çfarë ka tash i veçon me ngani dorën ose po jo. Dakor. S'ka mas i vërtet. Atëherë ta hedhim votim. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? S'ka, miratohet. Kemi miratimin e planit punës të Këshillit Bashkiak për vitin 2021. Natyrisht ky pastaj do të detajohet, po është një miratim i planit punës në parim. Jemi mundur të bëjmë në mënyrë të saktë. Natyrisht do dalin probleme tjera që ne do fusim prapë në plan të punës 2021, se mund dalin probleme që duhen për analizë. Ka kush nej? Kush është dakord? Kundra? S'ka? Abstenim? S'ka? Miratohet. Atëherë kemi edhe projekt vendimin e Kryesisë Këshillit Bashkiak për zgjedhjen e kryetarëve dhe të kryesive të fshatrave, edhe ankesa po, ta mbarojmë edhe me raportin e komisionit. Po. Komisionit të rezistimit. Atëherë, unë besoj që është një raport që ju e keni marrë në email, unë ja kam çu sekretarisë. Është një raport përmbledh mbi vlerësimet e bëra nga të fyturit, sepse është bërë një pyetësor gjatë muajit qershor me Komisionin e Barazisë Gjinore. Një komision me një pyetësor shumë interesant, shumë për të tërheq
edhe opinionet ndryshme lidhur me barazinë gjinore, lidhur me dhunën familje dhe mi bazë gjinore, dhe edhe në nivel vendor dhe gjatë periudhës pandemisë. Po sigurisht janë problematika që nuk kanë dalë vetëm periudhën e pandemisë, por janë problematika që ndeshen edhe në përditshmëri. Nuk e di, tani nëse unë po pyes këshilltarët, nëse ju e keni që të mos e lexoj raportin, por të mos e lexoj atë raportin përmbledhës, sepse qëllimi në fakt ishte marrja një opinioni mbi situatën e dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore gjatë periudhës pandemisë. Komisioni Barazisë Gjinore dhe Përfshirje Sociale, për ju lexoj vetëm kokën, ka planifikuar ndërhyrje për një adresim më të mirë dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore. Kjo bëhet për një synim të caktuar, sigurisht për t'i prezantuar Këshillit për të hartuar politika të tjera lidhur me këto problematika, edhe për mbështetje ndaj institucioneve vendore në situatë emergjencë. Bashkia është zhvilluar në territorin e Rrëshenit, është zhvilluar në 2 periferitë e Rrëshenit, në disa fshatra, në disa njësi tjera administrative. Në fakt, gjetjet kryesore, që janë ndoshta ato që unë dua t'i theksoj, është se gjatë zhvillimit kryesor sigurisht pati interes nga një pjesë e mirë e të pyetur e vlerësuar dhe dhanë përgjigje korrekte, por u hasën edhe vështirësi të natyrës së plotësimit të tyre. Kishte përgjigje të qarkuara të pamenduara, ndoshta pati edhe mungesë serioziteti, sinqeriteti, pasi shumë persona kishin qarkuar të gjitha alternativat, çka ishte sigurisht nuk ishte normale. Shumë mirë dhe as pak mirë, gjë që nuk duhet të jetë ashtu, çka vështirëson vlerësimin e situatës reale gjatë pandemisë, por edhe në kohë normale. Nga ana grupit këshilltarëve të Barazisë Gjinore u bë shpjegim i duhur për çdo pyetje dhe orientimi i tyre. Për situatën e dhunës gjatë pandemisë, doli ky vlerësim. 29 persona mendojnë se situata e dhunës gjatë pandemisë mbeti e njëjtë. Pra, kanë qarkuar alternativën 2, 17 alternativat 2, 17 pyetur mendojnë se është shtuar shumë, 10 mendojnë se është paksuar dhe kanë vlerësuar alternativën 3, 18 kanë preferuar të përgjigjen alternativës 4 pyetjes parë. Unë nuk po ndalohem